أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falenderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. E falenderojmë Allahun e madhërisëm që na ka udhëzuar në këtë fe. Dhe sikur të mos ishte udhëzimi i tij ndaj nesh, askush prej neve nuk do të ishte i udhëzuar në fenë Allahut xhelal. E fillojmë fjalimin ton me falëndrim ndaj Allahut xhelal, sepse falëndrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala do jetë edhe lutja kryesore që do e bëjnë banorët e xhennetit. Momenti kur ata do të futen në xhennet, do e falenderojnë Allahun që va bëri të mundshme të jenë prej banorëve të xhennetit në një kohë kur shumë të tjerë do jenë të prihuar nga ky xhennet. Andaj e falenderojmë Allahun e madhërisëm për të gjitha dhuntit dhe begatit dhe e falenderojmë Allahun e madhërisëm ashtu siç meriton madhëria e tij të falenderohet. Megjithse sado që na e falenderojmë Allahun, përsëri falendrimet tona janë të pakta sa meriton madhënia e tij të falenderohet. Dhe çdo herë që na e falenderojmë Allahun, po aq herë duhet ta falenderojmë Allahun përsëri që na mundsoi ta falenderojmë atë për të gjitha ato të mira që na i përjetojmë në jetën tonë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut dhul xhelali, i cili është një parivar dhe paortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me rrëfimet kuranore mbi pejgambert e Allahut dhul xhelal. Jemi duke folur akoma për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin Themud. Dhe në dy mësimet e kaluara përmendëm disa prej parimeve bazë që kishte Salihu alayhis salam në thirrjen të cilën ja drejtonte popullit të vet. E para ishte monoteizmi, thirrja e atij popullit në adhurimin e Allahut të madhërisëm një. E dyta u tregoi karakteristikën kryesore që e kishte ai dhe gjithë pejgamberët e Zotit, besnikërinë. E treta karakteristikë e tij ishte se ai në këtë rrugë, ai në këtë angazhim nuk lip shpërblim prej tyre. Shpërblimin e lip prej Allahut dhul xhelal. Edhe kështu duhet jemi edhe na të gjithë që e kemi zgjedh këtë rrugë, e kemi përzgjedh këtë amanet, e kemi marrë këtë mision, që në rrugën tonë të gjitha këto aktivitete, angazhime, përpjekje, kontribute, sakrifica, t'i bëjmë përfitu vetëm kënaqësinë e Allahut dhul xhelal, e asgjë për të mirave të kësaj bote. Megjithse, ashtu siç e treguam edhe në mësimin e kaluar, se të gjithë ata që sinqerisht vendosen në shërbimin e kësaj kauze, e asë në këtë dynja s'kan me të keq. Edhe në këtë dynja Allahu ka me ngrit, edhe ka me dhonë jetë të këndshme, jetë të rehatshme, jetë të begatshme, po ata
nuk e kanë qëllim këtë gjë, qëllimi i tyre duhet të jetë vazhdimisht vetëm të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhelal. Pastaj çështja e katërt, e cila ishte karakteristikë e thirrjes së Salihut alayhis salam, ishte mrekullia, për të cilën kemi folur edhe gjatë komentimit të ajeteve kuranore, edhe pak më herët, por sikur se çdo pejgamber, edhe Salihu alayhis salam kishte një mrekulli, nëpërmes të cilës donte t'u amush mendjen atyre që nuk bindeshin me argumente tjera logjike, fetare, historike, të cilat i sillte Salihu alayhis salam komunikim me popullin e tij. Çdo herë o vëllezër, të gjitha kohrat dhe të gjitha popujt do ketë njerëz që sado që ti u sjell argumente, sado që ti je i logjikshëm, sado që qëndrimet tuaja janë të përshtatshme edhe janë të dobishme, do ketë njerëz që kanë me i kundërshtu, do ketë njerëz që kanë me i refuzu, do ketë njerëz që s'kanë me u pajtu me ato argumente. Bile kanë me llogarit të parëndësishme, të pavlefshme, edhe qëndrime me ndjelehta. Si atëherë, si sot. Andaj, të gjithë ne që jemi në shërbimin e thirrjes islame, duhet jemi të përgatitur edhe me kundërshtim, edhe me refuzim, edhe me injorim, edhe me përbuzje, edhe me nënçmim, edhe me trisni, edhe me presione, sepse kështu është natyra e thirrjes islame. Që nga Ademi alayhis salam, e Nuhi alayhis salam, e gjithë pejgamberët me radhë, Hudi, Salihu, pastaj Ibrahimi, pastaj Musa alayhis salam, pastaj Isa alayhis salam, e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pa marrë parasysh sa na përbuzin, pa marrë parasysh sa na kundërshtojnë, pa marrë parasysh sa na refuzojnë, ne e kemi detyrë dhe obligim. E kjo mendoj që është pikë më rëndësi me kuptu ne që merremi me davet hoxhallarët dhe aktivistët. Pa marrë parasysh se ata janë banal në refuzimet e tyre, se ata janë të cekët në kundërshtimet e tyre, se ata janë si përfaqësor në replikat që i bëjnë ata, ne duhet të ofrojmë argumente të qarta, argumente bindëse dhe të kenë thellësinë filozofike në sqarimin e këtyre qëndrimeve. Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë argumente të fuqishme, edhe si tekste fetare me shenjtërinë e vet që kanë, po edhe si tekste kuptimore me thellësinë e vet që kanë. Pra edhe si ajet e hadith, për atë që kupton vlerën e ajetit e hadithit, po edhe si kuptim i thellë për atë që se pranon si ajet edhe hadith. E tash, nëse ndodh që na kur i citojmë dikujt ajet kuranor, ai e refuzon, apo hadith pejgamberik dhe ai e refuzon, çka duhet me bona? Na duhet me nxjerr kuptimin e ajetit kuranor dhe kuptimin e hadithit pejgamberik, edhe me tentu, me sqaru, me një gjuhë të cilën ai e kupton. Me një gjuhë e cila shkakton ndikim për shkak të thellësisë së kuptimit dhe mendimit që ka ai ajet kuranor apo ai hadith pejgamberik. E tash, nëse ndodh që na hoxhallarët kur flasim nuk arrim me zbërthy ajetin kuranor që t'jetë bindes për tjetrin, apo hadithin pejgamberik, nuk arrim ta zbërthejmë në atë formë që ai të lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e atij që dëgjon, atër faji është e na. Defekti është e na. Mangësia është e jonë. Edhe realisht na duhet jemi edhe autokritik. Duhet shpeshere t'i kthehemi vetes
dhe të kërkojmë nga vetja jonë edhe ma shumë përsjatje, edhe ma shumë meditim, edhe ma shumë analizë të ajeteve kuranore dhe haditheve pejgamberike, t'i lexojmë një herë, e 5 herë, e 10 herë, të lexojmë komentet e dietarëve, sharimet e ulemave, analizat e studiuesve, që të mundohemi, që të mundemi të arrijmë në thelbin e këtyre porosive kuranore apo këtyre porosive pejgamberike, edhe pastaj të dimë të manovrojmë me këto argumente në përputhje me situatat, rrethonat dhe njerëzit që na kemi të bëjmë me ta. Andaj Salihu alayhis salam u drejtu popullit të tij dhe tha: unë kam një argument të qartë. Shifë, argumentet tona duhet me qenë qarta, duhet me konë bindese, duhet me konë të kuptueshme. S'mjafton unë si hoxh me fol, edhe me thonë unë e thash ajete kuranore, ti kupton si kupton puna jote është. Nuk është kjo qëndrimi i saktë. Unë po të kallëzoj hadithe, ti ndesh i kupton dhe si kupton puna jote është. Nuk është kjo qëndrimi i saktë. Se ti ajetin kuranor që e tregon, edhe hadithin pejgamberik, ato janë arabisht. Megjithatë, dietarët kanë shkruajtur tefsire për të komentuar ato ajete kuranore arabëve. Hadithet pejgamberike janë arabisht. Megjithatë, dietarët kanë shkruajtur komente të atyre librave të haditheve për m'ia shëruar arabëve. Do thotë megjithëse Kurani dhe hadithi është arabisht, përsëri dietarët kanë bërë sharime për t'ia bërë të kuptueshme arabëve kuptimet e ajeteve kuranore dhe kuptimet e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E paramendo tash një flet me një popull shqiptar, i cili nuk e njeh gjuhën arabe, po edhe me e njoft, ka me njoft sipërfaqësisht, s'ka me arrit me njoft thellësinë dhe filozofinë e gjuhës arabe. E tash, nëse na kur flasim, nuk e njohim edhe na mirë sa duhet gjuhën arabe, edhe nuk e njohim mirë sa duhet gjuhën shqipe, dhe nuk e njohim mirë sa duhet mentalitetin e atij të cilit i flasim na, atëherë parashtrohet pyetja si ka mundësi mesazhin të cilën e përcjellim na me qenë bindës për atë që na ndëgjon neve. Edhe andaj njëra për arsyeve që dështon dikush për hoxhallarëve dhe davetxhive në thirrjen e tij është më ky element. I mungon thellësia e kuptimit të argumentit fetar. I mungon thellësia e kuptimit të mentalitetit të popullit që i dedikohet me atë ligjërim. Dhe për këto arsye pastaj bëhet i paqartë, i pakuptueshëm ai hoxh, ai davetxhi nga familja e ngushtë e vet. E mos flasim pastaj nga xhamati që është më lart prej tij. Kështu që shpesh herë na ndodh gjithëve kur flasim për një temë fetare me na ndëgju me habi familja jonë. Jemi të paqartë, jemi të pakuptueshëm për ata që na ndëgjojnë neve. Pse se mënyra se si na artikulojmë atë çështje, atë mesele, atë rregull, atë dispozit, aq dopt e elaborojmë, aq dopt e formulojmë, sa që ngelet e paqartë edhe pa kuptimt për atë që na ndëgjon neve. Shife çka thot Salihu alayhis salam, surën Al-A'raf ajeti 73, thot Salihu alayhis salam kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Juve o popullim, ju erdhi një argument i qartë nga Zoti juaj. Pse është argument i qartë? Sepse deveja e cila u kriju në një mënyrë të jashtëzakonshme ishte një krijesë që este mbi tokë. E shefshin njerëzit me sytë e ballit. Edhe ishte realitet që s'mund të mohohet, s'mund të kundërshtohet. Shef në tani, ne umeti islam ju e dini të gjithë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mrekullin më të madhe cilën e ka pas. Kur'anin, mrekullia më e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Kur'ani. Domethënë nuk ka deve, nuk ka
shërim të smurve, megjithëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shëruar dhe smur, po jo si Isa alayhis salam. S'ka pas shkopin e Musait alayhis salam. E mrekulli që kanë pas konkrete pejgamberët e mëhershëm. Po mrekullia kryesore ka qenë Kurani, do thotë ka qenë kuptimi i ajeteve kuranore. Ka qenë gjuha nëpërmes të cilës ka komuniku. Edhe andaj Kurani është libër i qartë në vetvete. E sa na arrim me qartësu Kuranin të tjerët është pikpyetje. Ama Kurani është libër i qartë. S'ka pa qartësi brenda ti. Andaj nëse populli Themud e kishte mrekullin të dukshme të qartë me sytë e vet, mrekullia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kurani, do thot edhe kuptimet e Kuranit duhet me qenë të qarta për njerëzit të cilëve u dedikohet ky Kuran. Tash edhe njëre përsëris atë që thash pak më herët. Nëse për arabët që Kurani ka zbritur gjuhën e tyre, ka pas nevojë me sqarue, paramendoni se sa kemi nevojë na me punu për me sqaru Kuranin për shqiptarët, që se flasin gjuhën arabe, po flasin gjuhën shqipe. Edhe andaj, këto çështje na fatkesisht shpesh herë i kalojmë kalimthi, i kalojmë shkeleshko, nuk ndalemi në to për të mendu, për të reflektu, dhe pastaj në prizmë e këtyre konstatimeve na me vepru. Kuptimin që na me ndryshu qasjen tonë, edhe me tentu me nxjerr në shesh thellësitë e ajeteve kuranore dhe thellësitë e haditheve pejgamberike, e pastaj me arrit sukses na në gjuhën shqipe, me tregu se për një me Kurani është mrekulli edhe kur përkthehet shqip. Me të vërtet hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mrekulli edhe kur recitohen në gjuhën shqipe. Mirë po, fatkeqësisht realiteti jonë është i tillë që është lënë shumë për të dëshiru që na hoxhallarët davegjit në ligjërimet tona me arrit këtë stad, këtë nivel të lartë të artikulimit. Ka ja'atkum bayyinatun min rabbikum, juve ju erdhi argumenti i qartë nga Zoti juaj, hadhihi naqatullahi lakum ayah, kjo deve e Allahut është argument për ju, fadharuha ta'kulu fi ardillah, lërani rahat të hanë tokën e Allahut, wala tamassuha bisu, mos gaboni me prek me të keqe me bokeq, fayakhudhukum adhabun alim, e t'ju kapi juve një dëshkim i dhëmshëm. Andaj prej reflektimeve që na duhet të nxjerrim nga ky ajet është ajo që e tham deri tani, që edhe na duhet të jemi të qartë në argumentet tona, të jemi bindës për të tjerët dhe të arrijmë sukses që të lëm gjurmë të pafshira në artikulimin e porosive kuranore. Na, t'ua them sinqerisht, kur lexojmë librat e ulemave të hershëm edhe të gjitha brezave të islamit që nga koha e selefit e deri më sot, e shohim se shkrimi për shkrimit dallon, libri për librit dallon, teksti për tekstit dallon. E para është e pjesa e aftësisë linguistike, gjuhësore, për ta shprehë mendimin e vet. Edhe normalisht edhe ne dallojmë, hoxhallarët e sotit, hoxhallarët shqiptar, të gjithë ne dallojmë në mënyrën se si na arrim të sqarojmë bot kuptimet islame tek populli jonë, shoqëria jonë. Dikush përdor një gjuhë më të lartë gramatikore, elekuencë më të lartë, dikush është mesatar, dikush është më popullor, normalisht secili e gjen nivelin e komunikimit sipas tij të përshtatshëm për popullin që i dedikohet. Por gjithsesi, të gjithë na duhet me pas aftësi që në mënyrë që në kohra të caktuara dhe në momente të caktuara artikulimi jon të jetë shumë i lartë, të jetë në nivel të fuqisë shprehimore të Kuranit, fizika apo haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pjesa e parë, dhe pjesa e dytë që është më e madhe se pjesa e parë
është ndjenjat, emocionet, shpirtin që vajapin fjalëve tona kur i themi ato. Dallon shumë fjala për fjalës, e njëjta fjalë, e njëjta fjali, e formuluar me të njëjtat fjalë, me të njëjta shkronja. Mirë po një fjali dallon për fjalisë tjetër. Për çka? Për shkak se ndjenjat, emocionet, shpirtin që ja jep folsi, shkruesi, i parë dallon prej emocioneve, shpirtit, fuqisë shprehimore që ja jep i dyti. Edhe na e vërejmë, megjithëse lexojmë librat ulemave shekuj më vonë, momenti kur lexojmë e shijojmë e ndjejmë atë ndikim shpirtnor të atij autorit momenti kur ai ka shkruajt, dhe ajo fuqi e ndikimi shpirtnor të tij ka vazhdu me qenë e pranishme tek fjala e tij edhe shumë dekada dhe shumë shekuj më vonë. E tash, kjo është gjithashtu problem i rëndësishëm, si që thotë ne populli nuk të ka njerëka, si të ka nana. Edhe na në lidhje me fejnë tonë, nëse ja kemi gajle fejës tonë si njerëka, djalit murit vetë, atëherë dhe mshuria jonë në ato momente ka me qenë si përfaqësore, ka me qenë shumë e cekët. Ama nëse na ja kemi gajle kësoj fejës, si që ja ka gajle nona e vladit vetë, atëherë edhe trajtimet tona kanë me qenë shumë, dhe do të ndishme, shumë emocionale, me shumë dhe mshuri dhe dashuri. Dhe s'do mend se dallimi është shumë i qartë. Andaj, fatkeqësisht, shpeshherë na bën vaki neve gjithëve me fol për këtë fe madhështore, për këtë dhuratë kaq të madhe që na ka dhënë Allahu Dhul Xhelal, siç trajton njerëka e vladin e burit vet, jo si e trajton nana e vladin e vet. Edhe për këtë arsye, dallon pastaj edhe mënyra artikulimit dhe efektin që e krijon artikulimi jon tek njerëzit. Na lutim Allahun e Madhëshëm vazhdimisht që gjithë neve të na bën në nivel të përgjegjësisë që kemi marrë, që të na jep urtësi në artikulimet tona, të na jep thellësi kuptimore në porositë tona dhe të na jep sinqeritet e dashuri e dhe mshuri në fjalimet tona kundrejt kësaj feje dhe kundrejt dëshirës për ta shpëtuar popullin tonë. Pra kjo ishte gjithashtu një moment karakteristik i thirrjes së Salihut alayhis salam, i cili u tërheqi vërejtjen popullit vet me këtë argument të qartë të dukshëm se kjo është faza pe fazave të fundit të komunikimit. Ky argument është i qartë, është i dukshëm, nuk lejohet që ju ta dëmtoni, ta kundërshtoni duke tentuar me zhduk atë, se ju e dini për shembull momentin që akuzohet dikush edhe ka argumente për te, i akuzuari mundohet që shkon të gjenë dosjen dhe t'i shkatron argumentet. Edhe populli Themut, kur ballafaqua me deven, se ishte argument i dukshëm i qartë, ata menduan ta zhdukin argumentin, ta zhdukin dosjen. Edhe andaj Salihu alayhis salam që në start të tha mos gaboni me i bo keq. Mos gaboni me tentu me e mbyt, me zhduk. Se nëse e bëni ju këtë gjest, këtë akt, dijeni se pas sa juve një dënim i dhëmshëm. Pastaj prej karakteristikave që kishte thirrja e Salihut alayhis salam ishte përkujtimi i dhuntive. Edhe për këtë temë na kemi folë në gjatë tefsirit të ajeteve kuranore se pejgamberët e Allahut Dhul Xhelal vazhdimisht popujt e tyre va kanë kujtuar të mirat që va ka dhënë Zoti. Edhe kjo është thirrje që vazhdon edhe për mua edhe për ty sot. Unë edhe ti vazhdimisht duhet t'ja kujtojmë vetvetes sa të mira të shumta na ka dhënë Allah. Dhe se sa pak na e frandojmë Allahun për të mira që na ka dhënë. Dhe se sa pak na i shfrytëzojmë këto të mira për me e fitu kënaqësinë e Allahut. Pasha Allahun e madh të gjithë na këtu që jemi në xhami, po edhe ata që janë jashtë xhamie, momentin që ndëgjojnë këtë këshill,
nëse ndalen dhe analizojnë mirësitë e shumta që Allahu me to na ka gëzu, asnjëherë nuk mund të rumbullakësojnë numrin e tyre, se shumë janë ato. Pastaj kur të nisin me pas se sa ata e falënderojnë Allahun për të mirat që i kanë, përsëri e kuptojnë se sa pak janë falëndrues dhe Allahut. Ashtu siç tha Allahu i Madhëshëm Kur'an, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Pak nga robërit e mi janë falëndrues. Na dhe me zvete, ke po, ta bën 100 mijë t'i bën. Njëherë gabon dhe te, ose njëherë të haron, ti i dhnosh e qënë hunë në qiell. A i 100 mijë t'i gabon, njëherë gaboj, njëherë haroj. Ti veç haresen edhe gabimin e manmen, ato të mijë t'i haron. Edhe kundërta, ti dikujt ja bën 100 mijë, njëherë haron, apo gabon, a i kejt ato të mijë t'i haron, veç gabimin të kujton. Pse se njeriu është kefur, është përbuzës i të mirave të Zotit dhe përbuzës i të mirave të njerëzve. Pra çka Kur'ani fisnik dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon prej neve vazhdimisht të jemi rob falëndërues. Të falënderojmë Allahun për të mirat e tij. Dhe ato të mira që i kemi ti përdorim që të fitojmë me to kënaqësinë e Allahut xhelal. Edhe Salihu alayhis salam ja kujtonte popullit të Themud mirësitë e Zotit. E para ja kujtoi se valla sundimin e asaj toke ku ata jetonin. Shitne ka dallim me qenë sundimtar, pushtetar në një vend, edhe me qenë i sunduar, i nështruar dikon. Do të me konë mbret, apo me konë sklav, rob. Nuk është njëjtë. Për shembull në Egjipt, egjiptianët ishin mbretër, ishin sundimtar. E Benu Israilet ishin sklavër. Edhe sklavi, kudo që jeton, kalumen në format klasike edhe sot në format moderne, i nënshtruar dhe i poshtruar jeton. Kurdo që ti pranon pozitën e sklavit, e robit, ti kemi jetu i nënshtrum, i dirigjum, edhe i poshtrum. Pronari, sklavo pronari, kur s'kam i qenë një kënaqur me realizimin tanë. A gjëra kam i gjetë behan e punës tone dhe arsye që mos me ta pagujt mundin, edhe me ta përbuz punën, edhe me ta shkel hakin. Edhe andaj në shoqëritë sklavo pronare, padrejtia është themel i atyre shoqërive. Pronarët e sklavërve i shkelin, i shtypin, i çnjerëzojnë sklavërit. Edhe kjo ka qenë dominante në kohën e gjahiljetit, edhe në kohën e perandurive të lashta, edhe deri në shekullin 19 në këtë Amerikë, që sot Amerika është simbol i demokracisë dhe lirisë dhe barazisë. Deri në fillim të shekullit 20 bile. Në Amerikë, në për restorante ka shkujt, ndalohet me hi njerëzit e zi dhe qend. Edhe besoj që keni pa disa filma artistik që janë prodhu në Amerikë për trajtimin e afrikanëve nga pronarët e tyre të bardhë. Bile edhe sot e kësaj dite e shekullit 21, në Amerikë ka grupe terroriste, supremaciste të bardhë, që ata llogarisin veten ata janë më të mirë edhe më meritor me sundu në Amerikë, e të gjithë tjerët janë të parëndësishëm. Ju e dini, besoj që keni është një organizatë terroriste në Amerikë quhet Ku Klux Klan. Në klani i të bardhëve kundër të zive. Edhe atë domodin e kanë organizatën në emën të kryqit. Edhe ata janë akoma funksional, normalisht e kanë ullë dozën e terrorit që kanë pas në njerëzve, por funksionojnë. Ku dësha me dalë? Në shekullin e 6 miladi,
Kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen Islami, luftën më të madhe që e bën është me rregullu këtë çrregullim në raportet njeri me njeri, mes pronarit dhe sklavit. Edhe kur erdhi Islami, edhe tha se duhet ta ushqesh sklavin tanë, sepse nuk mundet me zhduk një kulturë dominante që ishte e pranishme me të madhe, ku çdo familje kishte sklever në pronësinë e vet. Që s'mundesh me thonë s'ka më sklevëri, se ketë ato që kanë sklever kanë me të kundërshtu. Mirë po çka tha, puna e parë tha se s'ka dallim mes një muslimanit pronar edhe një muslimanit sklav. Bile, momentin që sklavi e pranon Islamin, duhet më i dhonë mundësia e lirimit të tij, me pagesë të hakut vet, për shembull. Edhe i solli një grumull ligjesh ku e avansonin pozitën e sklavit, e barazonin me pozitën e sklavëpronarit. Edhe solli një grumull tjetër të ligjeve që për çdo gabim, shpagimi për atë gabim ishte lirimi i një sklavit, që me paksu numrin e sklavërve, edhe më u dhon të drejtat e barabarta me sklavëpronarët. Askush, mojnë mend, askush në kaq mënyrë sistematike se ka luftu sklavëpronarin se sa Islami, askush. Bile sot që bota perëndimore tenton të krekoset, tregohet arrogante, mendje madh për liri, barazi e kështu me radhë, trajtimin më të padrejtë që ja bën njerëzve në botë nuk ka. Sot nuk e bëjnë shfryzimin e sklavërve në mënyrë klasike, sikurse atëherë kur i kanë marrë me punu në fushat e pambukut, edhe i kanë rrejë me kërbaç, sa që korrizet e sklavëve kanë qenë krejt të çara për kërbaçve që i kanë rrejë. Sot strejnë me kërbaçaj. Sot e ka fondin monetar ndërkombëtar, sot e ka bankën botërore, ai të rrej sot me kredi, të thith gjakun si themi na me pamuk. Ai vjen si shtet, edhe i vjen shtetit të vogël, shtetit dopt. Edhe thot, a don me të ndihmu ekonomikisht? Po. Në rregull, na kena parë, ju keni nevojë. Na u japim kredi, ama për me dhënë këto kredi janë do kushte, një numër i madh i kushte, 1, 2, 3, 4. Duhet t'i zbatoni këto kushte që të japim kredit. Këto ato kushte janë disfavor të këtij shtetit edhe janë favor të atyve kompanive të mëdha që dojnë me e okupu, me sklavëru këtë atë shtet në format moderne bashkëkohore. Edhe tash vinë disa njerëz, thonë Islami e toleron sklavërinë. Dhe se kjo është sistemi prapambetur. E nxjerrin nga mendja dhe nga biseda se sot këtë të shtete perëndimore që janë të fuqishme ekonomikisht, ushtarakisht, në aspekt diplomacisë dhe politikës, ala i kanë në sklavëri shumë shtete. Bile ajo që sot del qartë në ekran televizive, kur një kryetar i shtetit madh në botë i thot një shtet tjetër ti duhesh me pagujt, si duhesh në me të mbrojtë e me të rujt. Edhe thot që ka çfarë ti duhesh me dhonë nëse don me kon i mbrojtën për me, çka është? Çfarë raporti është kjo? A nuk është raport sklavërie? Edhe për këtë shkak, dhe thot, këtu na e shohim se si shtembrohen faktet, si keq përdoret media dhe si luhet me mendjen e njerëzve. Normalisht me atë që pranon një lojë të tillë, përndryshe besimtarët musliman, ata që lexojnë Kur'anin fisnik dhe ata që lexojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë të qarta këtë çështje. Andaj ti kthehemi çështjes bazë. Pra Salihu alaihi salam i tha popullit vet, kujtoni ditët që ju jeshit sundues toka tuja, e nuk ishit sklavër, të sunduar prej tjerëve. E tash, nga ky moment edhe na kemi nevojë me reflektu. O vëllezër, nuk është
qëllimi kryesor në jetë na me pas çka me hongër dhe çka me pi. Nuk është qëllimi kryesor në jetë na me pas çka me vesh edhe me çka me ecë. Nuk është qëllimi kryesor në jetë na mu dëfry dhe mu argëtu. Se këtë të kushte materiale nëse i ki, po jenë në robëri, vallahi dhe billahi nuk vlenë kër një sent. Nuk vlenë. Andaj duhet me mësu se cili për neve shpiritin e vetë. Edhe kështu mi bo tërbije e vlatë të vetë, edhe nipat dhe mbesat e vetë. Se liria është gjëja ma e shtrenjtë mas besimit. Besimi është gjëja ma e shtrenjtë njëtë, mas besimit është liria. Edhe na të gjithë duhet edukohemi vazhdimisht që kur mos me pranu me jetu si sklever dhe robër të dikuj tjetër. Na jemi vetëm rob të Allahu Dhul Gjelal. Dhe as kujt përveç ti na nuk e përulim kokën tonë. E kjo edukat sot fatkeqësisht dal nga dal po zhduket nga fjalori i bisedave tona. Gala më e madhe e rinisë tonë nuk është që të lufton për lirinë e vet, sakrifikon për lirinë e vet dhe të vlerëson sakrificën e burrave që kanë sakrifikuar për këtë liri. Po gala më e madhe është qefi, dëfrimi, argëtimi, rahatia, mirëqenie, komoditeti, gjepat me paret, moshta edhe shëtitjet e tija. Këto janë karakteristikat njerëzve të mëdhej. Janë veçori të burrave të vërtet. Andaj, ne duhet të kujtojmë se të gjithë ata që kanë sakrifiku, që na me pas një shtet ku kemi drejtat barabarta me të tjerët, ku na kemi një shtet që na e qeverisim vetën, ku na kemi një shtet ku lëvizim lirshëm, s'na pengon askush, ku na kemi një shtet ku folim lirshëm gjuhën tonë, s'na pengon askush, ku na kemi një shtet ku falemi lirshëm, s'na pengon askush, ku na kemi një shtet ku bëjmë ato gjëra që janë dobijën tonë dhe s'ka kush na përzihet aty askush, të janë më të shtrenjta se këto gjëra tjera. Edhe kushdo që ka kontribuar për këtë gjë, ne duhet me qenë mirënjohës ndaj tyre, falëndërues për sakrificën e tyre, lutës ta lutim Allahun që t'i shpërblen ata për këtë sakrificë, edhe të mos harrohet sakrifica e tyre, edhe ngelen ata modelet e duhura para syve të tonë edhe syve të fëmijëve tonë. Për këtë shkak na shumë herë që rritemi në kushte të mira, harrojmë se të jetosh në këtë kushte ku ti flet gjuhën tonë, shkollohesh në gjuhën tonë, i realizon të drejtat tuaja në gjuhën tonë, s'ki pengesa në lëvizjet tuaja, harron se kjo është dhunti që ta ka dhënë Allahu Dhul Gjelal pasi që dikush ka sakrifiku, dikush ka luftu, dikush është përpjek, dikush ka ra dëshmor, dikush ka dhënë trupin e tij, dikush ka harxhu pasurinë e tij, dikush e ka lënë nanën pa fëmijë, dikush e ka lënë vetveten pa fëmijë, dikush e ka lënë gruan pa burr, dikush ka me domethënë pa këtë familjen e tij, që dikush sot me jetu mirë. Nuk duhet mi haru këto momente. Duhet vazhdimisht me i kujtu, me dua për ta dhe vlerësim për atë sakrificë dhe normalisht duke ja përsërit fëmijëve ton ato histori, ato heroizma që ngelen herojtë e vërtetë të popullit ton, këta burra që kanë sakrifikuar dhe që në të ardhmen Zoti mos e boft, por nëse ka nevojë me dalë për gjirit popullit ton përsëri aso burrash që kanë me qenë gatshëm me sakrifiku çdo gjë, që ky popull në këtë vend të jetë besimtar i lirë në besimin e vet në Allahun e Madhëshëm dhe të jetë i lirë në të gjitha nevojat e tija personale dhe kolektive që i ka. Andaj Salihu alayhis salam ja kujtoi popullit vet këtë situatë, këtë pozicion. Ju jeni sundimtarët e vetvetes në këtë vend. E kjo është dhunti, është mirësi. Dhe ju e shihni edhe sot se sa shtete, sa popull mundohen me i robru tjertë. Vinë për vendeve të ndryshme të botës, tek toka jote, tek shtëpia jote, ta marrin shtëpinë, ta marrin tokën, mundohen
me t'i mbyt kafshë që i ki, me t'a prish tokën bujqësore që e ki, tu mendu se ai ka drejt në atë vend e ti duhet me të përzonë. Sikur se është rasti në Palestinë. Hala ka mbot njerëz që dojnë me të okupu, dojnë me sklavru. Në gjitha format e mundshme ti. Para më që ka ndodhë, hala sot e këtë në Palestinë. Ajo që ndodhë në Gaza, kena pa o gjithë, pa ajo që ndodhë në bregun perëndimor, në Transjordani, e përditshme është. Shkojnë kolon të ndryshëm me armatimin personal tynve, u hinë në përfusha, vë presin drujt e ullive që i kanë. Në kohën kur ata japin bereqet, shkojnë të i presin, i shkullin, i djegin. Tokat që kanë të mbjellura shkojnë vashkelin me traktore, vashkelin me kamiona, vashkelin me motora. Bagtin që e kanë shkojnë va mysin, va përzon, va marin. Shtëpiza që i kanë në përfusha, në për vendet ku i kanë tokat, va djegin, va prishin. Ujin ku e kanë për të ujit tokat e tyve, ose për të dhonë uj me pi bagti se vetë, shkojnë va dëmtojnë, va prishin. Për ditë kjo ndodhë, për ditë. Nuk ka ditë që nuk ndodhë një gjë e tillë. Edhe normalisht ajo që ndodhë atje është brengë umetit islam, edhe brengë sesit musliman, po në tjetër e ki edhe për ta krahasu me mirëqenjen tonë që e ki dhe falëndimin ndaj Allahut që ti duhesh vazhdimisht me e pas. Pastaj ka mundësi ti me të lanë më këmbës me një tokë shkretin, me një tokë padobishme, djerin, që së mund është asë me mbjellë të në diçka. Po vendi jonë në ka dhonë Allahu dhulgjerat krejt begatit, krejt dhuntit. Fatkecia me e madhe është që na këtë mirësi që në ka dhonë Allahu jemi të e përbus. Edhe me se fushat tona që i kemi shumë të pjellshme, shumë pjellore, me se na me i shfridzu e me bo një bereqet e 2 apo 3 mrenda vitit, na i kemi bo lëndina ato. Si përdorin. E pastaj kur hipin çmimet e pemëve, perimeve, zarzavateve të ndryshme, pastaj produkteve bujqësore të ndryshme, bylmeteve të ndryshme, atë themi shumë po hipin çmimet. Sikur se është tash aktuale këtë na rritja e çmimit të vezëve. Këtë flasin shumë hipën çmimet. A nuk flasim na që 30 vjetë radhazi, numri i pulave, dhe thot në vendet tona, në fshatrat tona, ka rënë 0. Prej qendra mija e miliona koka pulve që i kemi pas në vendet tona, se çdo shtëpi ka pas ka 5-6, ka 10-15, sot do thot nëse gjen një shtëpi që ka një pula 2, du të mu çudit, e kur hipin çmimi i vezëve, tash themi pse ndodhi kjo po. Kjo është lëzdat normal. Se te ki prish renin para 30 vjetëve, bilëm vonë ka adhuritje e çmimit. Edhe kjo është realisht alarm pozitiv për ata që kanë men. Biri mas vetes maharët, se s'është bo krizë pandemike, se është bo krizë e madhe e pashërushme. Biri mas vetes, katunet tona, shpijet në për katunet tona, biri mas vetes, s'ki nevojti me shku në pazar me ble vez, i ble 3-4 pula, 5 pula, 10 pula, edhe i ki vez të tuja. Ki për ty edhe ki për një familje tjetër me dhonë. Mishi njët, ka i çmimi mishit, edhe kjo është alarm pozitiv me i thonë fermerve në fshatrat tona, merrni dhe kultivoni bagti, tokat i kemi të përshtatshme me pas bagti, sa duhet, çdo shtëpi me pas ka 3-4 lop e 3-4 viça, që mishin mësë me pas nevojë ata me ble, po me pas për vete dhe me pas mi dhonë dhe dikuj tjetër mishit. Edhe kështu, do të legjet ka dhonë pushtet, po edhe ka dhonë tokë pjellore. Pastaj, do thot ka dhonë lloj begatish. Pastaj, ka kërku për teje që ti me falëndru Allahun, e mos mi përbuz të të mira, dhe mos mi përdor pushtetin, zhvillimin, pasurin, të të mira që i ki,
për me mohu Allahun dhu xhelal dhe me përhap fesat në tokë. Se fatkeqësisht kështu ndodh, edhe me individin, edhe me shoqërinë. Momentin që ata marrin pushtet të fuqishëm, momentin që ata e rrisin pasurinë, ata e rrisin arrogancën dhe agresivitetin dhe mendjemadhësinë, edhe bëjnë fesat tokë. Ushtohet lakmia, edhe mundohen edhe ma shumë i grabit fukarat, edhe ma shumë u bo padrejësit doptive. Vese me qenë minjaz dhe Allah dhe falëndrues për të të mira, edhe me eshtu sasin e ndihmës dhe tjerëve, atë shkele bëjtë të kundërtën. Edhe ato pak pasuri, edhe ato pak të mirë që kanë ato të varfërit e doptit, edhe atë me vamarë. Andaj në surën Araf, ajeti 74, Allahu dhu xhelal tha: "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin", kujtoni momentet kur Allahu ju bëri më këmbës juve në toka tuaja pas popullit Ad, "wa bawwa'akum fil ardi", dhe ju dha pozit në tokë, "tattakhidhuna min suhuliha qusura", që në luginat e atij vendi ku ju jetoni ndërtonit pallate, "wa tanhituna al-jibala buyuta", dhe në kodrat e shkëmbor që i kishit ndërtoni shtëpia, "fadhkuru ala Allah", kujtoni këto të mira të Zotit, "wala ta'thaw fil ardi mufsidin", e mos bëni fesat në tokë. Subhanallah, ajetet mrekullueshme, që nëse na i lexojmë me vëmendje, edhe ndalemi dhe analizojmë në prizmën e asaj që e dim nga historia e popullit Themud, edhe në prizmën e asaj që e shohim sot, s'ka mundësi njeriu mos me reflektu. S'ka mundësi njeriu me kalu kalimthi mbi këto fakte. Gjithashtu në surën Hud ajeti 61 tha: "Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib." Allahu është ai që ju krijoi juve nga toka, pastaj ju dha mundësinë ta zhvilloni jetën mbi tokë, e ju kërkoni falje tek ai, pastaj pendohuni, me të vërtetë Zoti im është afër dhe i përgjigjet lutjes së lutësve. Dhe në surën e Shuara, ajetin 146 dhe në ajetin 150 tha: "Atutrakuna fima hahuna aminin", pa përmendi edhe sigurin, se ndërlidhen gjanat. Një shtet ku ti e sundon veten, një shtet ku ka bollëk, një shtet ku ka zhvillim industrial, ka zhvillim urbanistik, aty duhet me pas edhe siguri. Se siguria është klima më e përshtatshme e zhvillimit. Nëse s'ka klimë të përshtatshme, nuk ka zhvillim. E siguria është klima e zhvillimit. Ku ka luftë, nuk ka zhvillim. Andaj duhet siguri dhe stabilitet për me pas zhvillim. Nëse ju kujtohet, Maqedonia mas shpalljes së pavarësisë, oferta e parë që kanë dhënë nga Unioni Evropian ka qenë asociimi në paktin e stabilitetit dhe sigurisë, që ti të lidhesh me shtete evropiane, ku ata garantojnë se ky shtet ka me qenë stabil dhe i sigurt. Se në mungesë të këtyre garancave për stabilitet dhe siguri, nuk ka garancë për investime nga jashtë. Edhe kjo është një prej mënyrave të skllavërimit bashkëkohor. Vlerësimi nga organizata ndërkombëtare për fuqisë ekonomike që i kisi shtet. Nëse ata gradojnë lart se ti je shtet stabil dhe ka mundësi të zhvillimit të madh ekonomik, vinë kompanitë e ndryshme, bëjnë investimet të ti dhe të zhvillojnë ekonomikisht. Nëse gradojnë ata ult se je shtet që s'ki stabilitet ekonomik dhe s'ka siguri për zhvillim, atëre kompanitë e mëdha nuk vinë me investu të ti. Kjo është njëra prej lojave që bën organizatat ndërkombëtare botnore ndaj shteteve muslimane. Megjithëse se këti ki zhvillim ekonomik, ata të gradojnë poshtë. Normalisht kompanitë e mëdha nuk i marrin muhabetet prej teje, nuk i marrin muhabetet e udhës, pa ato i drejtohen aty organizatave dhe
çfarë grade ka ekonomike, zhvillimit ekonomik i shtet, për shembull e ka nalt, A e ka ose A+, ose B, ose B+. E thot pas ka kushte për investim edhe unë muj me shku me bëj investim atje se kam investimin e sigurt. Nëse thënë që ky shtet e ka nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik, atëre kompanitë e mëdha thënë s'pas ka siguri për investimet tona dhe nuk shkojmë me investu. Dhe kjo është njëra prej formave që e bëjnë lojën shtetet e mëdha ndaj shteteve të vogla. Sidoqoftë, siguria është element bazë për zhvillim. Andaj këtu Salihu alayhis salam va përmendja dhe sigurinë dhe u tha atutrakuna fi ma hahuna aminin, a mendoni se do të vazhdoni të braktiseni, të jetoni në siguri në këtë vendin tuaj duke vazhduar ju me këtë përbuzje dhe këtë kufër, fi jannatin wa uyun, të shijoni këto kopshte dhe këto kroje, këto lumej, wa zuruin wa nakhrin taluha adhim, në këto të mbjelluna edhe në këto hurma që e kanë shijen ose kanë përtypjen e but, wa tunhituna min al-jibali buyutan farihin, e të keni ju luksin e ndërtimit të shtëpijave luksoze me një mjeshtri të rallë me të cilën keni ju çalëm, Allahu wa atiun, keni frikë Allahun dhe respekton atë, se kjo s'ka mu ju zgatë shumë nëse ju i përbuzni këto të mira. Andaj, krejt kjo ishte për kujtim për popullin e Salihut alayhis salam, që ata t'jenë të vëmendshëm ka këtyre të mirave të Zotit, edhe t'jenë të devotshëm ndaj tij dhe të respektojnë urdhnat e tij, se përndryshe ata janë në një udhkryq. Ose kanë me ndjek udhëzimet e Salihut, ose kanë me ndjek udhëzimet e keqbërësve. Kjo dhe gjërat që vijojnë inshallah taala i vazhdojmë në dersën e ardhshëm, duke lutur Allahun e Madhëshëm që na jep ditë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe lutim Allahun e Madhëshëm ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të mësime dhe porosi. Allahu i Madhëshëm të gjithëve na bashkoft në Xhennetul Firdaus me gjithë pejgamberët e Allahut të Madhëshëm, në veçantë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى اللهم على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.